është se individ të caktuar aty filluan të kërkonin më shumë protagonizëm më të theksuar, protagonizëm i cili çoi edhe në pjesën e të kërkuarit një legjitimitet ose të imponuarit mënyrën e tyre. Imponimi në raste kur ne kemi një qëllim nuk është as pak i duri. Edhe në atë moment unë çdo gjë personalisht e bëj me zemër, në kuptimin erdha këtu me zemër sepse Altini unë s'jam tip që bëj elozhe, po kam jetuar jashtë 11 vite dhe diçka që të huajt e kanë, flas pjesa perëndimore se kam jetuar dhe një vit në Turqi me studime. Në pjesën perëndimore diçka që kanë është shumë interesante, thotë që duhet thënë njerëzve ato që kanë, dhe unë e kam si metodologji mbase edhe të mësuar, sepse ne shqiptarët vështirë ta nxjerrim fjalën e mirë, ka marrë me zemër, sepse si shtetet ti ne u takuam aty dhe në sajt të bisedës aq të shkurtër, po të sinqert, kuptuam që jemi në të njëjtën qëndrim, në të njëjtën linjë. Dhe unë personalisht kur më thyet zemra, mbase edhe me njerëz të cilët janë aty, mbase edhe nuk i kuptojnë gjërat, kjo do ishte pjesa më e mirë, se me keqja do ishte që i kuptojnë dhe i bëjnë tendencioze, krijoj një rrëshqitje të premisës apo të parimeve në cilat ne donim që të ecnim. Duke sjellur masivitet dhe duke bërë disa gabime që cilat çuan në kosto, siç ishte çuarja në aeroport, ku njerëzit ngelën rrugës për ujë, i kanë kërkuar familjarët e tyre t'i kthenin mbrapa. Siç ishte e pjesa e thirrjes së diasporës dhe ardhja aty dhe përplasja për mos t'i lënë për të folur. Apo siç ishte pjesa tjetër kur ishin mira njerëz në shesh dhe ju tha vazhdoni bëni mashim, në vend që t'i kërkohet kalonim 24 orë ose të bëj diçka. Pra, këto janë momente të cilat njerëzit kur vinë me një qëllim të qartë. Ne nuk po themi që të krijoj dhunë, por të krijoj rezistencë, të krijoj një qëndrim dhe një bashkim. Siç u bë në 27 qershor që u bë rrethuar kryeministria, ne donim që ta bënim kësaj radhe, por të uleshim. Por aty u morën vendime të cilat binin ndesh edhe duke u thënë 100.000 vetave, 70.000 sa ishin, një numër relativisht i madh, shkoni ndriçoni Tiranën. Ç'a ndriçim Tiranën? Njerëzit kanë ardhur me një qëllim, rënien e kësaj qeverie. Pra, thën këto janë momente kyçe që kanë ndikuar. Absolutisht që kanë ndikuar. Dhe Klajdi nuk mund të bëhet pal me njerëz të cilët mendojnë ose vendosin që mos të dëgjojnë pjesën tjetër dhe mbi të gjitha mos të dëgjojnë njerëz që modestisht duke folur, unë mund të kisha ngel një prej dëshmorëve zvënec. Unë jam me 5 qepura në kokë. Pra, nuk e kam këtu për ta marrë as për merit as me, po njerëz që kanë treguar që janë të vërtet në atë që bëjnë, dhe njerëz që kanë kërkuar jo vetëm atë që kërkoja unë, po ishte një shumicë njerëzish që gjithë ajo energji mos të shpërndaj në për rrugët e Tiranës. Thën kjo që nga dita e 15, duke në sajt të këtyre përplasjeve, të cilat për mua, por jo vetëm, po edhe për disa të tjerë si shte, nuk është vetëm Klajdi, për disa të tjerë, kjo i ka bërë që të stepen. Dhe unë e kam thënë dhe e kam thënë dhe me rreth shoqëror e mirë që më kanë thënë pse Klajdi nuk del më të flasësh. Klajdi do dali të flasi kur protesta të rikthehet në shinat e asaj që ne nisëm që në fillim. Deri në moment që do ketë individ të cilët e marrin atë thjesht për të bërë protagonist, thjesht sepse vendosin egon e tyre në rastin më të mirë mbi kauzën, unë nuk do të vë fytyrën time për ata. Jam për ditë aty, jam në përjetet sociale aktiv, jam me njerëzit aktiv dhe mbaj të njëjtin qëndrim që kam mbajtur. Dhe ajo që mendoj se mund të ndihmoj, do ishte
ajo që u nis me krijimin e kuvendit kombëtar, cilin ende nuk është krijuar, mendoj se kjo do të na ndihmonte edhe për të mbledhur këta njerëz cilët mund të kenë ide ndryshe për mënyrën se si do arrim drejt finalizimit të kërkesave tona. Çfarë mendimi ke për kuvendin kombëtar? Sa i rëndësishëm është në këtë pikë ku ndodhen protesta dhe Shqipëria? Mendoj kuvendet në tërësi shqiptarët gjithmonë kanë kuvenduar. Pra rikthehemi te historia. Shqiptarët sa herë e kanë pas punën pisk, kanë kuvenduar, janë mbledhur së bashku dhe në hijen e një rapi, në një kështjell, në Prizren, në një shtëpi patriotësh, janë marrë vendime që kombi sot fal tyre është këtu ku është. Do me thënë që kemi këtu sot jemi në një udhkryq tjetër, po të pakën deri para 10 viteve, 20 viteve që nuk ishim në këtë farë feje. Sepse duhet të kuptojmë që shpopullimi është plaga tjetër e cila ka çuar që vendi të jetë pre e grabitçarëve shqipfolës, sepse shqiptar nuk mund të jenë kursesi, krimit organizuar, të oligarkëve, të pushtetarëve të majmur nga korrupsioni, siç ishte rasti i fundit Ermal Beqiri në Francë me një kështjell 2.6 milion euro, e cila vetëm 2.6 milion euro nuk mund të jetë, mbase kanë gabuar një pikë aty, 26 milion, mbase më shumë. Pra kjo tregon për të thënë pjesën tjetër. Ne kemi çifte të reja, ne duhet të flasim për thelbin. Çifte të reja të cilët nuk blejnë dot shtëpi. Janë të trembur, kemi të rinj të reja beqar, sepse goca thot çuni duhet të ketë shtëpi, çuni ndrihet i frustruar se nuk ka shtëpi dhe thot po i kërkova dorën, do më kërkoj. Pra kemi arritur në një moment social shumë kritik, shtëpiat që kanë vajtur, pra ky zotëria e kishte bler kështjellën me 2600 euro metrin katror, që korrespondon me aq sa bën një shtëpi tani më në Tiranë, në qendër, se nuk po flasim në periferi. Pra imagjinojeni në çfarë momenti ka arritur shoqëria